Serbia është në gjendje shumë të vështirë dhe pothuajse të pashpresë të hënën Ministri i Minjerave dhe Energjisë e Serbisë, Gjedović, në lidhje me vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për të ndaluar tranzitin e gazit natyror nga Rusia përmes bllokut evropian drejt vendeve të treta. Brukseli njoftoi se ky vendim do të hyjë në fuqi me 1 janarin e 2026-s. Në fund të fundit, Bullgaria nuk do të lejojë rrjedhjen e gazit rus përmes rrjedhës ballkanike, gjë që do të dëmtojë edhe Serbinë në të ardhmen, tha Handanović, raporton Radio Televizioni i Serbisë. Sipas projekt rregullores së Këshillit të Bashkimit Evropian, vendimi për të ndaluar tranzitin e gazit rus në vendet e treta që prej janarit do të konfirmohet sapo Parlamenti Evropian të marrë qëndrimin e tij. Teksti përfundimtar do të bëhet i ditur pas bisedimeve mes presidencës së Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian. Këshilli i Bashkimit Evropian theksoi se është parashikuar një periudhë kalimtare për kontratat ekzistuese me palët ruse. Sipas rregullave, blerësit e Bashkimit Evropian nuk do të jenë në gjendje të nënshkruajnë kontrata të reja për importin e gazit rus pas 1 janarit, ndërsa ato ekzistuese do duhet të përfundojnë një më vonë se viti 2027. Parashikohet se kontratat afashshkurtra të lidhura para 17 qershorit 2025 mund të vazhdojnë deri në atë datë vitin e ardhshëm, ndërsa kontratat afatgjatë mund të zgjasin deri në 1 janar të 2028-s. Brukseli tha në një komunikat se ndryshimet në kontratat ekzistuese do të lejohen vetëm për qëllime operacionale të përcaktuara ngushtë dhe nuk do të çojnë në një rritje të vëllimit të dërgesave, përveç se nëse ato përfshin fleksibilitet specifik për shtete anëtare të Bashkimit Evropian pa dalje në det të prekura nga ndryshimet në rrugën e furnizimit. Në kontekstin e këtij vendimi, Ministria Serbe kujtoi se industria e naftës e Serbisë, e cila është në pronësi ruse dhe furnizuesi kryesor i karburantit në tregun vendas, është nën sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi ynë, i cili nuk është pjesëmarrës në asnjë konflikt, nuk u prek as për faje as për detyrim. Pavarësisht të gjithave, ne do të bëjmë çmos që qytetarët të mos e ndjejnë problemin me të cilin do të përballemi, tha Handanović. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara ndaj ndërmarrjes së naftës ruse hynë në fuqi me 9 tetor. Kryetaria e Parlamentit të Serbisë, Ana Brnabić, duke folur për propozimin e ministrave të Bashkimit Evropian për të eliminuar gradualisht importet e naftës dhe gazit rus, tha se nuk sheh rrugdalje nga situata dhe shprehu shpresën se presidenti Vučić ka zgjidhje për këtë. Ky është një lajm katastrofik për ne, citohet të ketë thënë Brnabić për Radio Televizionin e Serbisë. Për dekada të tëra, Serbia ka qenë e varur nga importet e gazit nga Rusia, nga ku plotëson më shumë se 80% të nevojave të saj për energji. Sipas të dhënave nga zyra e statistikave të Republikës, kjo është 13% më pak se në vitin 2024. Që nga fillimi i agresionit rus kundër Ukrainës, Serbia është përpjekur të krijojë rrugë të reja të furnizimit. Në vitin 2024, Serbia filloi të importojë gaz nga Azerbajxhani, me të cilin arriti marrëveshjen e furnizimit ditor deri në 400 milion metër kub deri në vitin 2026. Nevojat dietore të Serbisë janë 3 miliard metër kub gaz natyror. Kontrata 10 vjeçare furnizimit me gazin e Serbisë me Rusinë skadoi në maj dhe këto dy vende nuk kanë nënshkruar kontrata të reja ende. Ministria e Energjisë dhe ministrat e Bashkimit Evropian miratuan një vendim për të ndaluar importet e gazit rus pas vitit 2027 në një takim të mbajtur në Luksemburg.